Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pastroni zorrën e trashë dhe e shpëtoni nga kapslloku vetëm me një lugë nga kjo. Ja receta. Pacientët me kapsllok kronik hanin mesatarisht një lugë gjelle nga ky reçel në ditë, duke filluar kështu të zbraznin rregullisht zorrën e trashë duke zvogëluar kështu nevojën edhe për laksativ në krahasim me ata të cilët nuk e hëngrën këtë reçel. Suksesi ishte aq i madh sa që spitali vazhdoi ta përdorte këtë si një ilaç për kapsllokun. Prandaj ky reçel mori edhe emrin mjekësor reçeli mjekësor. Ky reçel i shquar nga Spitali Kanadez i Veteranëve në Quebec, suksesi ishte aq i madh sa që spitali vazhdoi që ta përdorte atë si një ilaç për kapsllokun, edhe pse kapslloku është një temë tabu për të cilën nuk duam të flasim përpara të tjerëve, madje edhe vetë mjekëve. E vërteta është se ky është një problem mjaft i zakonshëm që prek shumë njerëz. Arsyet e kapsllokut mund të jenë shumë pak ushtrime, stresi, pleqëria, disa vitamina, shumë pak fibra dhe ujë dietik. Por nga ana tjetër kapsloku mund të jetë gjithashtu një efekt ansor i një sëmundje tjetër që ju duhet të jeni në gjendje të lëvizni përsëri zorrët tuaja së pari. Edhe pse kapsloku mund të duket si një ndërhyrje jo mendore, ky nuk është rasti nëse ky problem vazhdon për muaj të tërë. Kapsloku nuk është vetëm një mungesë e plotë e jashtëqitjes, ajo gjithashtu mund të shfaqet edhe në forma të tjera si jashtëqitje e fortë, jashtëqitje të rëndë ose të rrallë, një ndjenjë e zbrazjes jo të plotë të fshiksës dhe gjithashtu një stomak i fryrë. Përbërësit që juve do t'ju duen janë 150 gram hurma, 1 filxhan, 150 gram kumbulla të thata ose thënë ndryshe 1 filxhan dhe 1.5 gotë ujë të zjerë. Për reçel më të trashë ju mund të përdorni edhe më pak ujë. Procedura: priteni frutat e thata në copa më të vogla. Vendoseni ato në ujë të vluar dhe gatuajini derisa përzierja të trashet. Sasia e mirë llogaritet që të jetë mjaftueshme. Për 20 racione, pra duhet të keni 20 lugë gjelle për çdo ditë. Nëse ka nevojë, natyrisht ju mund ta përdorni atë. Sipas ekspertëve gjatë ditës është e nevojshme që të pini edhe një sasi të madhe të ujit për të qenë të hidratuar, por gjithmonë me stomakun bosh. Nuk rekomandohet të pini ujë gjatë ngrënies ose menjëherë pas vaktit. Gjithashtu ky reçel është i përshtatshëm edhe për të gjitha moshat. Edhe konsumimi i ushqimeve të pasura me fibra është kyç. Kapsllëku është një nga problemet më të zakonshme tretës. Shkaktohet nga ndryshimet në shprehit e zorrëve të cilat vështirë hedhin jashtëqitjen jashtë dhe mbetjet. Post të lasheve me zorrët, kapsllëku nxit edhe dhimbje abdominale, gazra dhe një ndjenjë të përgjithshme të parahatisë. Si pasojë e kësaj, fal helmeve të cilat mbesin në zorr, shkaktojnë komplikime të cilat kanë nevojë për vëmendje mjekësore. Konsumi i shurupit natyral është një recetë natyrale kundër kapsllokut. Ndihmon në nxitjen e lëvizjes së zorrëve, duke e bërë akoma edhe më të lehtë jashtëqitjen e thatë dhe njëkohësisht të vështirë. Përgatitet duke përzier kumbullat me lëngun e limonit, 2 përbërës të cilët janë të pasur me fibra dhe po ashtu kanë efekte kundër inflamacioneve. Për vite rresht, kumbullat janë përdorur si një ilaç mjaft i njohur dhe zgjedhjet më të mira kundër kapsllokut dhe ilaç për tretjen e ngadalshme, jo vetëm se pastrojnë zorrën e trashë, por gjithashtu ato reduktojnë
edhe inflamacionin, indet dhe promovojnë lëvizjen e tyre. Posedojnë edhe sasi të mëdha me fibra, nutriente që jashqitjes i japin volum dhe e bëjnë më të lehtë kalimin në përzor. Janë një ushqim probiotik të cilat gjithashtu promovojnë që lizat të përdoren si derivate. Përbërësit janë 10 kumbulla, lëngun e një limoni, gjysmë gote ujë, blender dhe njëkohësisht kavanoz me kapak. Shtoheni kumbullat në blender dhe më pas shtoheni lëngun e një limoni dhe gjysmë gote me ujë. Procedoni përbërësit për plot 2 ose 3 minuta për të siguruar se janë përzirë mirë. Kur përmbajtja është njëkohësisht e butë dhe e trash, e ruani në frigorifer brenda një kavanozi. Si ta konsumoni? Nëse rregullisht ju vuani prej kapsllëkut, konsumoni 3 lugë shurup para kafjalli, 3 lugë në drekë dhe 2 lugë pasdite. Nëse gjendja juaj është kronike, konsumoni doza më të larta. Për të parandaluar kapsllëkun, merrni 2 ose 3 lugë në ditë. Për të mbajtur zorrën e trashë të pastër nga toksinat dhe për të lehtësuar problemet e tretjes, nevojitet një detoksifikim i saj që fare lehtë mund të bëhet në shtëpi. Mjafton që ju të pini këtë lëng detoksikues. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj me lëng molle, 2 lugë gjelle lëng limoni, 1 lugë çaj xhenxhefil, gjysmë lugë çaj krip dhe gjysmë filxhani çaj me ujë të nxehtë. Hidheni ujin në një enë dhe më pas vendoseni atë në zjarr që të vlojë. Largojeni më pas nga zjarri dhe hidheni në një gotë, shtoni në të kripën dhe përzijeni mirë. Më pas hidhni edhe lëngun e limonit, xhenxhefilin dhe lëngun e mollës dhe përzijeni të gjithë përbërësit mirë. Përdoreni këtë pije 3 herë në ditë, në mëngjes me stomak bosh, në mesditë para vaktit të ngrënies dhe sërish në mesditë pasi ka kaluar pak nga koha që keni marrë dozën e dytë. Sipas ekspertëve, ju mund të përgatisni edhe smuthi jeshil me super ushqime. Smuthi jeshil përgatitet duke qenë se përmban fara liri dhe perime të pastura me fibra të cilat do t'ju ndihmojnë jashtëzakonisht në lehtësimin e kapsllëkut. Ka shije të ndryshme nga smuthit më të ëmbla, por është i mbushur me lëndë ushqyese mjaft të rëndësishme. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë pluhur të proteinave, far liri e bluar dhe mjalt, kanellë, qumësht bajame, avokado, banane dhe spinaq. Smuthi me portokall dhe probiotik. Nëse preferoni smuthi me ngjyrë portokalli në vend të atyre jeshile, provoni këto me bazë portokalli me probiotik. Ato përmbajnë kefir dhe fara chia të cilat do të ndihmojnë në funksionimin e zorrëve. Me përbërës si hurma, karrota, mandarina, lëng portokalli dhe xhenxhefil, këta smuthi nuk janë vetëm të mirë për kapsllëkun, por edhe të shijshëm. Përbërësit janë portokalli freskët, karrota, perime të preferuara me vitamin A, hurma të cilat janë të pasura me kalium dhe fibra, fara chia të pasura me omega 3, xhenxhefil dhe kanellë të cilët janë qetësues për tretjen, vaj kokosi i cili ndihmon në thithjen e vitaminave të tretshme në yndyrë dhe kefir i cili është po ashtu aq i pasur me probiotik. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.